Dashuria që u anashkalua, u tradhtua dhe u rikthye, ka dashuri që nuk bëjnë zhurmë kur lindin. Nuk shpërthejnë, nuk kërkojnë vëmendje, nuk bëhen spektakël. Janë aty që në fillim të heshtura, por të qëndrueshme. Dashuria e Albës për Limit ishte e tillë. Ajo nuk erdhi si befasi, por si vazhdimsi. Si diçka që kishte ekzistuar gjithmonë edhe përpara se kamerat e Big Brother Kosova të ndiznin dritat e tyre të forta, që në momentin kur Limi hyri në shtëpi, diçka ndryshoi në energjinë e Albës. Ishte një ndryshim i vogël, por i dallueshëm për ata që dinin të shihnin përtej lojës. Ajo e kërkonte afërsinë e tij natyrshëm. Një përqafim. Një shtrëngim. Një qëndrim pranë. Jo si lojë, por si nevojë emocionale. Si dikush që ka pritur gjatë dhe, më në fund, shet dikë që i zgjon kujtimet, por Limi ishte i lodhur. Ose ndoshta i hutuar. Ose ndoshta i frikësuar nga ajo që ndjente, zgjedhja e gabuar, në vend që ta shihte dashurinë e qetë dhe të sigurt që Alba i ofronte, Limi u kthye nga diçka tjetër. Nga Dolçia. Një lidhje që lindi shpejt, u ndërtua me impuls, me fjalë të forta dhe emocione të nxituara. Ishte një marrëdhënie që dukej e gjallë, por nuk kishte rënje, kjo ishte tradhtia e parë. Jo tradhti fizike, por emocionale. Tradhtia e zgjedhjes. Sepse kur dikush të pret me zemër të hapur dhe ti zgjedh të largohesh. Kjo lë plagë më të thella se çdo fjalë e ashpër, Alba e ndjeu. E kuptoi. Por nuk reagoi me dramë. Ajo zgjodhi heshtjen. Jo sepse nuk vuante, por sepse kishte dinjitet. Ajo nuk ju lut, nuk u përfshi në intriga, nuk u përpoq të konkuronte. Ajo u tërhoq një hap prapa, duke e lënë Limit të jetonte gabimin e tij, dhe kjo ishte forca e saj më e madhe, pritja që dhem, pritja nuk është romantike. Pritja është thelodhshme. Është net pa gjumë, është buzëqeshje të shtirura, është durim që vret nga brenda. Alba priti, jo sepse mendonte se Limi do të kthehej patjetër, por sepse ndjenja e saj nuk kishte mbaruar, ndërsa Limi ndërtonte diçka me Dolçen, Alba po ndërtonte diçka me veten. Po mësonte të mos thyhej. Po mësonte të pranonte se ndonjëherë njerëzit që duam, zgjedhin rrugë që i largojnë nga ne, por asgjë e ndërtuar mbi nxitim nuk qëndron gjatë, rënia dhe zbrazëtia, marrëdhënia e Limit me Dolçen filloi të çarje. Fjalët u bën më të ashpra, keqkuptimet më të shpeshta, ndjenja më e paqartë. Ajo që dukej e fortë, u tregua e brisht. Dhe një ditë, gjithçka u prish, në atë moment, Limi mbeti vetëm. Dhe vetëm atëherë filloi reflektimi i vërtetë. Sepse kur shurma pushon, njeriu dëgjon mendimet e veta. Dhe mes atyre mendimeve, Alba ishte aty. Jo si alternativë. Por si e vërtet, ai kuptoi se kishte ngatëruar pasionin me dashurinë. Shpejtësinë me thellësinë. Zhurmën me qetësinë, kthimi te dashuria e vjetër, kthimi i Limit nuk ishte i menjëhershëm. Ishte i kujdesshëm. I ndrojtur. I mbushur me faj. Sepse kthimi te dashuria e vjetër kërkon guxim më të madh se largimi, Alba e pa ndryshimin. E ndjeu. Por nuk u hodh menjëherë në krahët e tij. Ajo e la të afrohej ngadalë. Sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë të vrapojë. Ajo ecën, dhe kur u përqafuan sërish, ai përqafim nuk ishte i njëjtë me të parin. Ishte më i fortë. Më i thellë. Më i sinqert. Ishte përqafimi i dy njerëzve që kishin kaluar dhimbje për të kuptuar vlerën e njëri tjetrit, fundi lumtur, por i fituar me dhimbje. Lumturia nuk erdhi si shpërthim. Erdhi si paqe. Si ndjenjë sigurie. Si kthim në shtëpi pas një rruge të gjatë dhe të gabuar, historia e Albës dhe Limit nuk është histori perfekte. Është histori reale. Me gabime. Me tradhti emocionale. Me pritje që dhem. Por edhe me rritje, pjekuri dhe rikthim, sepse disa dashuri nuk vdesin kur lihen pas. Ato thjesht presin që tjetri të mësoj të dashuroj siç duhet, dhe kur kjo ndodh, fundi nuk është thjesht i lumtur, është i merituar.